Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar zyrtarisht për kandidaturën e Hajrullah Çekut për kryetar të Prishtinës në zgjedhjet lokale që do të mbahen në tetor. Lajmin për kandidimin e Çekut e ka bërë të ditur vetë lëvizja vetëvendosje përmes një postimi në rrjetin social Facebook ku ndan foto nga ceremonia në ambientet e tyre, ku i pranishëm ka qenë edhe kryeministri Albin Kurti, por edhe ministra e deputet të kësaj partie, të cilët kanë bekuar kandidimin e Hajrullah Çekut për kryetar të Prishtinës. Ndërkohë, Arben Vetia ka theksuar se në mënyrë unanime qendra e Prishtinës zgjodhi të jetë kandidat për kryetar të Prishtinës nga LVV-ja Hajrullah Çeku. Herët mbledhjen e kryesisë së qendrës së Prishtinës, ku në mënyrë unanime qendra e Prishtinës zgjodhi të jetë kandidat për kryetar të Prishtinës nga lëvizja vetëvendosje Hajrullah Çeku. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti gjithashtu e ka cilësuar Çekun si njeri të kulturës e patriot. Sipas tij, me Hajrullah Çekun kryetar, Prishtina do të bëhet një qytet që do të hyjë në hartën e kryeqyteteve të Europës. Dashur aktivistë, antar, përfaqësues, zyrtar që jemi këtu para juve, bashkë me juve, për këtë nominim të kryesisë vetëvendosjes në Prishtinë, për Hajrullah Çekun si kandidat për kryetar të Prishtinës dhe kryetar të ardhshëm kryeqytetit. Në atë balkonin e hapur të qeverisë, pas dite bën tepër shumë vap, këtu qenë ka shumë këndshëm, fresk e bukur, dhe është për të ardhur këtë që në celin qendrore të vetëvendosjes nuk e kemi një ambient si kjo. Natyrisht nuk jam duke sugjeruar kur farrakade. Ta bëjmë, e keni zënë këtë vend, e këzofshi. Ju shkofshim punë sa më mbar e mirë, e besoj që kjo tash është shumë më e mundshme me Hajrullah Çekun në ballë, i cili është aktivist i devotshëm, edhe i vetëvendosjes, edhe i shoqërisë civile, qysh se një, e në anën tjetër njeri i kulturës, patriot, intelektual, çfarë i duhet kryeqytetit në secilën fush që do ta qeverisim pas zgjedhjeve të 12 tetorit, kur do të jemi në ballë të përgjegjësisë edhe për arsimin, shëndetësinë, urbanizmin, sigurinë. Pastaj do të jemi gjithashtu në ballë edhe sa i përket emergjencave të ndryshme, mjedisit e gjelbrimit, energjisë, lëvizshmërisë, e kështu me radhë, gjithçka që e bën një kryeqytet qytet. Pra kërkush nuk ka dyshim që Prishtina është kryeqytet, mirë po me Hajrullah Çekun do ta bëjmë një qytet i cili do të hyjë në hartën e kryeqyteteve të Evropës, në të cilën njerëzit edhe jetojnë mirë, edhe banojnë dinjitetshëm, edhe punojnë shumë, por edhe mirë presin turist nga mbar bota, e kjo sa vije e shtohet në vendin tonë, posaçërisht në Prishtinë. Krejt në fund, lërat mesdhetare në vitin 2030 varen shumë prej asaj se çfarë do të bëjmë Prishtinë, e çfarë do të bëjmë Prishtinë do të varet nga vetëvendosja edhe Hajrullah Çeku. Me 12 tetor janë zgjedhjet, do të thotë i kemi 4 muaj minus 6 ditë, do të thotë i kemi 3 muaj e minus 6 ditë deri në fillim fushatës, e ju e dini që në çdo zgjedhje në Kosovë, para zgjedhjeve ka fushate, para fushatës ka para fushatë, e cila fillon sonte. Urime edhe një herë e faleminderit. Ndërkohë, deputeti i lëvizjes vetëvendosje Hekuran Murati e ka kumtuar atë që u përfol gjatë ditëve të fundit, se deputeti nga Prizreni Hajrullah Çeku do të jetë kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Prishtinës. Hajra për Prishtinën, ka shkruar ai shkurt në Facebook për krah një fotoje ku shfaqet me Çekun. Sa kaq në postimin e lëvizjes vetëvendosje në rrjetin social Facebook thuhet se kryeqyteti nuk do të mbetet më në kaos, sepse nga 12 tetori do të qeveriset nga lëvizja vetëvendosje. Hajrullah Çeku është kandidat ynë, sot e kryetari i Prishtinës nga data 12 tetor,
shprehen në vetëvendosje. Më tej bëhet me dije se ditën e sotme në prani të kryesisë së qendrës së lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë, strukturave të pikave dhe miqve të lëvizjes me pjesëmarrje të kryeministrit Kurti, nënkryetarit deputetit Glauko Njufca, sekretarit organizativ Alim Rama, kryetarit të qendrës së Prishtinës ministrit Arben Vitia, sekretarit organizativ të QPR-s Ekzon Azemi, deputeteve Fitore Pacolli dhe Shqipe Mehmeti Selimi, ministrave Kuran Murati, Albulena Axhiu, Artane Rizvanolli e Ejup Maqedonci, koordinatorit e qendrave, deputetit Zyba dhe shumë prej deputetëve të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, u konfirmuan mbështetja për nominimin e Ajrullah Çekut si kandidat për kryetar të komunës në Prishtinë. Me integritet të pa kompromis dhe për kushtim të dëshmuar në secilin rol institucional, Ajrullah Çeku mishëron vizionin e një Prishtine moderne, të drejtë dhe zhvillimore, të një kryeqyteti që u përket të gjithëve, shkruhet më tej në postimin e vetëvendosjes. Si ministër i kulturës, rinisë dhe sportit, Çeku ka rikthyer besimin në institucion, ka ndërtuar politika publike që përkrajnë të rinjt, mbrojnë trashëgimin dhe përparojnë shoqërinë. Tani është koha që këtë vizion të zbresim në rrugët, lagjet, shkollat e sheshet e kryeqytetit ton, thuhet aty më tej. Ajrullah Çeku është pikërisht ai udhëheqës i duhur i për gjitha këto. Ai vjen me dije, përvojë, ndershmëri dhe mbi të gjitha me guximin për ta ndryshuar Prishtinën drejt së mirës së përbashkët. Ajrullah Çeku dhe lëvizja vetëvendosje, ashtu sikurse për herë janë adresa përmes të cilës shqetësimi qytetar është programi ynë politik dhe zgjidhja e duhur për Prishtinën. Ftojmë të gjithë qytetarët e Prishtinës që t'i bashkohen kësaj rruge për ndryshim, për t'i dhënë kryeqytetit ton një të ardhme më të drejtë, më të zhvilluar. Me Ajrullah Çekun për Prishtinën që e duam, për hajër qytetarëve të Prishtinës, qeverisja e mirë dhe ndershme, pas datës 12 tetor, shprehen nga vetëvendosje, pas zyrtarizimit të kandidimit të Ajrullah Çekut. Herët mbledhjen e kryesisë së qendrës së Prishtinës, ku në mënyrë unanime qendra e Prishtinës zgjodhi të jetë kandidat për kryetar Prishtinës nga lëvizja vetëvendosje Ajrullah Çeku.